marrin shumë seriozisht. Le të shohim se si do të filloj kjo përballje. Tani më bro ritmat vetëm kanë filluar nga të dy taburet, ai kroat dhe ai shqiptar këtu në sallë. Jep goditjet e para ndryshim e mini në këtë mes. Mesh mjaft interesant po zhvillohet deri në këto momente, pranon një goditje të fortë Brajković nga mine në plexus, një majtë goditje në pjesën e djathtë të barkut të Brajković. Vret atje dhe është skuqur ajo pjesë, tenton një kombinim Brajković, por nuk i del. Bon distancën dhe mesin e ringut e mini. Edhe një djathtë e minit, kjo si duket pak e ka ndjerë Brajković atë djathtë. Ditën kokë më kokë atje Brajković dhe mini. Tenton atje Brajković ta godasë minin, por nuk ndodh. Ruan mirë distancën bokseri shqiptar. Godet mirë në stomak atje, apo në barkë e mini. Jemi në 10 sekundat e fundit të këtij raundi. Brajković tenton ta marrë këtë pjesë, por pranon një të majt atje nga mini, pranon edhe një tjetër. Dhe kështu përfundon raundi, por një paraqitje e lezetshme këtu në vjen nga ndryshimi i mini dhe Brajković. Të dy bokserët tentojnë të marrin primatin saj përket udhëheqjes së luftës, por diçka më i suksesshëm është në goditjet e tij e mini. Kemi edhe 3 ndeshje edhe 2 ndeshje tjera deri në fund të kësaj mbrëmjeje. Është ajo në mes të Habibut Tornës dhe Ramis Haxhiganović, si dhe ajo në mes të Bernardinho Kaj dhe Boshko Mishić. Një shkëmbim goditjesh atje nga të dy bokserët.
Nuk e kursej njeri tjetrin, as njeri nga boksierët, as ndryshim e mini e as kundërshtari i tij që në mbrëmjen sotme është boksieri Davorin Brajković. Dhurojnë spektakël, të dy tentojnë që ta mposhtin njeri tjetrin. Të dy boksierët tentojnë me çdo kusht ta fitojnë meqin. Shikoni sa luftarak janë. Nuk patëm shumë goditje, ashtu të themi, të pastra. Edhe një majt atje nga Brajković, që godet mirë atje Emini Brajković. Dhe kjo pra është deshja e cila deri më tani ka zgjuar të gjithë në këmbë. Jep një goditje Brajković, por edhe Emini ja kthen një të majt atje. Po nxenë zhakrat mish, po bëhet interesant këtu. Nuk dëshiron të pushoj Brajković. Fare 10 sekondat e fundit të këtij raundi. Me të vërtet ishte një luftë e mirë atje nga të dyja palët, si Brajković, ashtu edhe ndryshim Emini. Patën momentet e tyre interesante brenda këtij raundi, i cili ishte raundi i dytë për natën e sotme. Pra është raundi i dytë për natën e sotme. Kam këtu edhe gjyqtarin i cili nuk po më lejon të shoh rezultatet. Ishte një raund shumë afër njëri tjetrit dhe gjyqtari nuk më lejon ta shoh rezultatin, ai edhe më thotë se ishte shumë afër. Nuk e di se si është poentuar, nuk arrita ta shoh, por e di që na premton edhe një raund tjetër interesant. Kjo përballje Emini Brajković nuk e ka ndërmend të kthehen mbrapa asnjëri. Kishte një goditje të mirë Brajković, Emini tenton t'ja kthej me të majtën në këto shkëmbime. Po tregohet pak sa i rrezikshëm, në fakt më i rrezikshëm po tregohet me të majtën e tij Brajković në këto shkëmbime sesa me të djathën. Por Emini po e shtyen mbrapa me goditjet e tij, me presionin e tij. Wow, çfarë lufte po zhvillohet mish. Nuk kanë respekt fare për njëri tjetrin këta dy boksier. Me të vërtet po zhvillohet një përballje interesante.
Çfarë përballje po zhvillohet miq. E ka në kënd Emini, por nuk do të rri në kënd Brajkovic. Lëviz me njëherë atje nga këndi. Të dy po shkëmbejnë goditje. Ka një tempo të lartë kjo ndeshje. Një 1-2 e mire Eminit. Ishte një goditje në mbrez apo jo? Jo. Tenton me të majtën e këtij në trupin e Brajkovic. Ej! Kërkojmë djes me që i ka rënë mbrojtja dhëmbëve, ndryshim e Minit, por realisht një mesh mjaft interesant po zhvillohet këtu. Emini tenton të shkoj përpara. Sikur nuk po arrin ta neutralizoj komplet kroatin Brajkovic. Dhjetë sekondat e fundit të këtij raundi. Edhe kjo një raund interesant, edhe raundi i tretë është raund interesant, edhe raundi i parë dhe raundi i dytë. Ishte intensiv. Një mesh intensiv kjo mesh të ndëruar. E kemi këtu afër dhe gjyqtarin i cili kërkon ujë, nuk ka faj. Ndryshim Emini me të vërtet ka një kundërshtar mjaft të papërshtatshëm sonte dhe jashtëzakonisht mirë po japin të dy bokserë deri në këtë moment. Është edhe Shpëtim Shala i cili afrohet dhe tenton që me përvojën e tij ta ndihmoj. Të shohim se çfarë po ndodh, çfarë do të ndodh në fakt në këtë raund. Një goditje mirë, një majtë e mirë e Eminit në bark, edhe një tjetër. Po tenton që ta shkon përpara Emini dhe jo, nuk kemi knockdown, thjesht e ka ullur. Tenton të kapët Brajkovic. Janë komplikuar gjërat këtu për kroatin. Luft me intensitet e pa kompromis nga të dy bokserët. Emini që në çdo rast tenton ta ketë iniciativën. Mjaft në gusht është mish kjo ndeshje, kështu të paktën duket nga kjo pjesë e ringut ku jam unë i vendosur. Me të vërtet këta dy bokserë luftuan pa kompromis deri në këtë moment dhe kemi një të djathtë të Eminit atje. A do të shkoj përpara? Pse ndalët goditi mjaft mirë Brajkovicin Emini.
Kjo djathë ti, si kur e ka shtongur, për o do të shfrytëzoj këtë moment e Mini, pat një moment të mirë atje, e zuri totalisht në befasi. I dha një goditje të fort Brajkovicit, por nuk ka arrin ta vazhdoj aksionin e ti, pati mundësi ta godasë njerë fort me të djathën, por edhe një majte Brajkovic, goditën pa ndërprerë të dy boksierët, nuk kursejnë fare mish. Tenton një të djathë atje Mini. Përfundon edhe raundi i rollës me të vërtet. Ishte një raund me të vërtet. Ishte një raund shumë intensiv. Edhe ky për Eminin, i cili shkobeu goditje me Brajkovic. Raundi 5 është në vazhdim, do t'i kemi edhe 2 raundi deri në fund të ndeshjes. Me të vërtet patëm një meç mjaft interesant me Brajkovic dhe Eminin. Emini shkonte përpara, por Brajkovic në asnjë rast nuk u tregua pasiv. Raundi 5 dhe 2 raundi deri në fund. Kjo meç me të vërtet është jashtëzakonisht atraktiv deri në këto momente. Çfarë goditje atje nga Brajkovic, pranon një të djathë Emini, shpresojmë që të mos ketë pasur impakt. Me të vërtet lufte pa kompromis, edhe një uppercut nga Brajkovic. Emini nuk dorëzohet, jep 2 goditje në bark. Tenton të ashtyje për para kundërshtarin e ti Brajkovic. Ka diçka më shumë sa i përket aksionit Emin Brahim. Diçka më shumë sa i përket aksionit ka Emini, por Puno, i thojnë Eminit, e pat një të majtë të mirë nga Emini. Edhe një djathë mirë nga Emini. Me të vërtet, do të jem shumë kurios të asha edhe përfundimin e këti meqi. Menzi nuk prest. Në fakt, do të jetë vështirë njerë të shohim në qoftë se do të shkoj deri në fund kjo meç, gjithçka mund të përfundojë brenda një fraksione të sekondit. E ka rënë mbrojtja dhëmbëve edhe një herë ndryshim e Minit. Jemi në mesin e shumica e
Këti raundi shkojnë në mes në ringut, pra nuk e ka ndërmend të zbrapsën atë shumë as njerën nga dy boksierët. Tentojnë me do djathën, por tentojnë edhe me goditje të fuqishme. Një majtë e mirë atje e ndryshime minit, por 10 sekundat e fund edhe një majtë tjetër nga Brajković. Jemi në 10 sekundat e fund dhe ka përfunduar edhe kjo round. Për para ndryshim e mini, raundi fundit e mini Brajković. Të shqyqojmë se çfarë do të ndodhë, me të vërtet nuk kanë treguar fare kujdes për njëri tjetrin. Dy goditje të mira të Eminit me fillim të këtij raundi. Emini edhe një tjetër e majtë e tij. E ka filluar shumë mirë këtë raund Emini, edhe dy të djatha. Kjo është pra godet bukur Emini. Shmanget bukur tani, jep edhe një të majtë, po i shkon mirë ky raund, të pak të deri në këto momente. Edhe një djathë e mirë atje nga Emini. Nuk do ta hup koncentrimin e tij. Ka një raund të mirë duke zhvilluar para vetës, ndryshim Emini. Disa goditje të fuqishme jam, ndryshim Emini. Brajkovićit. Edhe një majtë e mire Eminit atje. Një përkat i mirë atje nga Emini. Edhe një majtë e mirë atje nga Emini. Me të vërtet, ky raund ishte i Eminit dukshëm. Edhe një djathë e mirë. Janë lodhur dy bokserët, është raundi i fundit, raundi i 6. Edhe një djathë e Eminit, por nuk ishte në hapin e durë që të zgjeneroj goditje të fuqishme. Tani më edhe janë lodhur të dy bokserët. Po ja afrohemi edhe fundit të kësaj betejë, në vazhdim do ta kemi një super betejë, por realisht edhe kjo ishte një super betejë që nga fillimi. Dhjetë sekundat e fundit të kësaj betejë, një majtë e mire e Eminit atje. Dhe si duket këtu mbyllet gjithçka. Brajković, ndryshim Emini, patë një paraqitje mjaft të mirë. E kam një përshtypje se ka përparësi ndryshim Emini sa i përket këtij meçi, kishte dha më shumë se Brajković. Por edhe Brajković u tregua një kundërshtar mjaft i denjë për ndryshim Eminin. Kjo pra ishte edhe ndeshja
e fundit sa i përket parameqeve, po afrohemi në eventin dhe ka eventin kryesor të mbrëmjes. Është koha që pasi që të shpallën fituesit e këtij meqi këto në skena Austri të ngjiten edhe dy boksierët të cilët do të konkurrojnë për kategorinë e rënd. Titulli i Austrisë është Habib Vučitrna, kosovari që kanë pushtur 11 kundërshtar dhe ka humbur vetëm një herë. Do të boksoj kundër Ramiz Haxhiganović, i cili ka 10 fitore dhe vetëm 2 humbje në boksin profesionist, duke marrë parasysh se po flasim për kategorinë e rënd. Është një vend, apo më mirë të themi një disiplinë ku një goditje dhe gjithçka merr fund. Çfarë do të ndodhë sonte mbetet të shihet. Por fillimisht ndjekim rezultatin e këtij meqi. Po konsultohet diçka prezantuesi i ringut me Es ist ein Majority Division. Ein Kampfrichter hatte unentschieden gesprochen und 2 Kampfrichter hatten für Emili gesprochen. Pra ndryshim Emini me vendim të gjyqtarit.